Në ambientet të shkollës Sukshin Miftari në Skivjan mbaj sot një ngjarje festive me rastin e 80 vjetorit të themelimit të saj. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin përfaqësues të DKA-s, të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, përfaqësues të shoqatës së dëshmorëve, si dhe shumë prindër, mësimdhënës e dashamirës të arsimit. Në këtë ditë të shënuar, drejtori i shkollës Shefqet Dinaj zgjodhi të tregojë një historik të shkollës. Në këtë vit shkollor kanë qenë regjistruar në klasën e parë 112 nxënës, në klasën e dytë 15 nxënës, ndërsa në klasën e tretë 19 nxënës. Konsiderohet se drejtori i parë kësaj shkolle ka qenë Din Saracini, edhe pse jo i emëruar zyrtarisht. Në vonë kjo shkollë ka punuar në një shtëpi tjetër të quajtur Kulla e Fazli Gjobaj. Prej datës 1-2-1952 shkolla ka filluar të punojë në një ndërtesë tjetër, ndërtuar me punë vullnetare të qytetarëve të komuniteti dhe ka plotësuar me mirë nevojat e nxënësve. Shkolla në Fjalë është ndërtuar me vendim të Kuvendit Komunal të Gjakovës me numër 4152 faksionit të datës 23/4/1964. Për fillimin e punës së gjerë në marrjen e këtij vendimi, shkolla ka mbajtur emrin për parëmim. Për vitin 1964, me iniciativën e organeve të shkollës, qytetarëve të këtij komuniteti, si dhe me organizata shoqërore politike, merret vendimi që kjo shkollë të merr emrin e dëshmorit të fshatit Skivjan Sukshin Miftari. Përfaqësuesit e DKA-s e vlerësuan për vjetorin e 80 të shkollës si një ngjarje me rëndësi të veçantë, duke vënë theksin edhe te emri i shkollës. Sot jemi mbledhur këtu për ditën e shkollës, festën e shkollës, vitin jubilar 80 vjetorin e themelimit të shkollës. Kjo ditë nuk është vetëm një ditë në kalendar të cekull, por në bazë të emrit që ka shkolla juaj, simbolizon sakrificën dhe pohimin dhe dashurit për atë. Të pranishëm në këtë ngjarje festive ishin edhe përfaqësues të organizatave të dalën nga lufta, ndërsa edhe Gazment Hoxha nga organizata veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Një prej shkollave të rëndësishme, e cila ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin e gjeneratave të reja dhe të popullatës së Skivjanit. Kryesia e shoqatës ka marrë vendim që gjitha shkollat të cilat mbajnë emrat e dëshmorëve herojve të gjitha luftave, posa që është edhe luftës dytë, të ndërojnë ka një milionë të thjeshtë në shenjë respekti për emrin që mbani dhe kultivani, normalisht edhe për suksesin dhe punën e juaj. Emët të lumturit u pan edhe fëmijët. Kena përgatitur një poezi. Ajo është nga Anton Qeta. Kush punon ha? Kjo ngjarje kulturore u shoqërua me shumë emocione si një vit jubilar i suksesshëm për përkushtime të reja ndaj vlerave arsimore, mësimdhënies e mësimdhënies në shkollë.